Edhe me që pasavaj puna këshu, ku një mashkull në qytetërimin e sotëm nuk guxo ka t'i thoje gruas grua dhe kurvës kurv, dhe domosdoshmërisht nëse përdor fjalën kurve paska për të gjithë, po mbroj dhe unë të drejtat e meshkujve dhe po u drejtohem gjithë meshkujve që kanë një x respekt për ato çka them, dhe po u them kështu: mos i ngatroni të bërtiturat dhe qortimet e të gjitha grave në botë me të bërtiturat dhe qortimet e nënës tuaj. Nëna juaj është një njeri shenjtë, nëna tona janë njerëz të shenjtë për ne. Mos lejoni asnjë fashiste pseudofeministe t'u bëje krahasim, dhe kur ju qortoni gratë ta barazoj